Përshëndetje, ju uroj mirëseardhjen zonjës Erisa Xhixha, e cila është nënkryetare e Partisë së Lirisë. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Ne jemi Unioni i gazetarëve shqiptar profesionistë të diasporës. Jemi me statusin e vëzhguesit nga KQZ-ja si organizat media në zgjedhjet politike të majit të 11 majit 2025. Kemi nisur këtë cikël ftesë në studio, e kemi titulluar 7 pyetje, për duke kontaktuar liderët e forcave kryesore politike që garojnë në zgjedhjet e majit të 2025-s. Para se të nisim këtë ftesë në studio me 7 pyetjet tona, dua të bëj një prezantim të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, i regjistruar në vitin 2021 në Zvicër, i cili punon për të vërtetë në shërbim të profesionalizmit, të profesionit të gazetarit, në shërbim të së vërtetës mbi aktualitetin e politikën në Shqipëri. Prezantimi nis nga kryetari Skënder Buçpapaj, i cili lidhet nga Zvicra, nën kryetari i Unionit zoti Artan Kutra, i cili lidhet nga Franca, zoti Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca, zonja Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja Elida Buçpapaj, e cila lidhet nga Zvicra, zoti Ardian Muraj, i cili lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe zonja Alba Kepi, e cila lidhet nga Roma me rolin e sekretares përgjithshme të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës. I jap fjalën më njëherë kryetarit të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, zoti Skënder Buçpapaj. Zonja Xhixha, ju falenderoj për pranimin tuaj. Faleminderit juve për ftesën. Alianca Shqipëria Mallështore, veçanërisht Partia e Lirisë, vjen në këto zgjedhje politike me plot të rjetariat të talentuar. Sa ndjeni ju pjesën e këtyre momenteve historike kaq vendimtare? Patjetër që unë e them gjithmonë që këto nuk janë thjesht zgjedhje të radhës që zhvillon Shqipëria, për mua janë zgjedhje historike për vetmen arsye në cilat ndodhet Shqipëria në këtë vit, dhe përballë nuk ka thjesht një qeverisje, por ka një regjim, ka një qeverisje e cila ka 12 vite pa dyshim që ka rënuar ekonominë e shqiptarëve, që ka kthyer, ka kanabizuar vendin, krimin e organizuar të lidhur me të, dhe shumë nga ngjarje shumë të rënda, të cilat pa dyshim kanë sjellë dhe një shpopullim masiv të qytetarëve. Dhe Partia e Lirisë në këto zgjedhje, pa dyshim është në një situatë ku liderin e ka të izoluar politikisht, të sulmuar si një forcë politike e cila jo rastësisht sulmohet, sepse dihet efekti elektoral i saj, dihet fuqia elektorale e saj, dhe padyshim një nga arsyet pse lideri i saj mbahet i izoluar në proces zgjedhor pa asnjë akuzë ende sot që flasim, por ka ditur të ringrihet dhe të gjej forcën e saj për të garuar dhe për të qenë përballë këtij regjimi. Vet lideri i partisë ka zgjedhur të garojë në listë të hapur, duke qenë konsekuent kauzës së listave të hapura, ku ai ka kryer dhe një grevurie në 2008, unë atëherë drejtoja lëvizjen rinore për integrim, ka qenë kundër ndryshimeve kushtetuese 2008-s, që në fakt i dhanë të drejtë, sepse ato ndryshime ndryshuan kontrollin dhe balancën e pushteteve, duke sjell një sistem zgjedhor gjithashtu që është në funksion të deputetët janë në funksion të kryetarit më shumë se sa të qytetarëve. Dhe mesazhi që ai dha duke garuar në listë të hapur në qarkun e Tiranës, edhe pse izoluar politikisht, ishte në një farë mënyrë jo vetëm tregimi një leadershipi të tij, por edhe të kauzës së madhe që ai, siç e ka thënë, do ta vazhdojë edhe në parlamentin e ardhshëm. Gjithashtu ne garojmë në 8 qarqe në lista të hapura,
kemi Gentian Çalë në Korç, një doktor profesionist, një qytetar i cili ka shërbyer gjithmonë komunitetit të tij dhe jam e bindur do t'i shërbej dhe në kuvendin e ardhshëm. Adriatik Hoxhën në Durrës, një mjeshtër sporte, atlet, familjar i cili garon gjithashtu në listën e hapur të qarkut të Durrësit. Kemi Lefter Maliqin në Berat, në qarkun e Beratit, që do të përmbysë absolutisht garën në këtë qark, i cili ju e mbani më në 2023 se si u vodha ajo bashkia e Kuçovës, por që ai vazhdoi të jetë qëndrestar dhe garon në listë hapur. Kemi gjithashtu Ben Çukën në Fier, Dashamir Xhikën në Elbasan e tjerë me radhë. Pra, Partia e Lirisë absolutisht që në këtë garë jo vetëm që është duke punuar me shumë fish forcash, por dhe për të sjellë nesër në parlament figura dinjitoze me integritet që do të jenë një zë shumë i fuqishëm për qytetarët dhe në interes të tyre. Padyshim që sfida jon e madhe është numri 1, sepse ne besojmë fort që Shqipëria sot ka nevojë më shumë se kurrë për një rotacion politik. Ndryshe ne rrëshkasim, sikundër kemi rrëshqitur në një diktaturë akoma më të konsoliduar. Pra rotacioni për ne është i domosdoshëm dhe padyshim që kontributi jon në këtë betejë është i gjithanshëm. Së radhës, fjalën e ka zoti Artan Kutra, i cili është në kryetar i Unionit. Faleminderit Alba. Zonja Xhixho, ju falenderoj edhe juve për këtë pranin tuaj në këtë takim. Po hy direkt me njëherë në pyetje, ju flas nga Franca, nga Parisi. Pyetja ime ka të bëjë lidhur me ekonominë. Sigurisht partia juaj, një parti e qendrës së majt, bashkëpunon me Partinë Demokratike, që është një parti e djathtë, dhe do të doja të dija së pari për ju, për partinë tuaj, eksaktësisht, a ka ndonjë objekt ose një pikë në programin tuaj për të ndihmuar emigrantët shqiptar kudo në botë? Pra, e kam fjalën për shqiptarët që ndodhen jo vetëm në Bashkimin Evropian, por në të gjitha vendet e botës, për të ndihmuar nga ana ekonomike. E kam fjalën për shembull për pensionet që ata do të donin t'i merrnin ose të njiheshin nga vendet anëtare të vendeve ku ata jetojnë, njëkohësisht një lloj bashkëpunimi që mund të kishte një qeveri e re ku ju ndoshta po imagjinojmë që do të ishit në krye të kësaj qeverie të re, me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të europianët, por në mbar botën. Si do të bashkëpunoni ju me vendet e tjera për të ndihmuar emigrantët shqiptar nga ana ekonomike? Shumë faleminderit për pyetjen. Unë mund të them që nga themelimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, vetë presidenti Meta ka qenë shumë votës së diasporës, e cila realizohet për herë të parë kësi vjet dhe për ne është shumë e rëndësishme si një target group shumë i rëndësishëm për vendin, jo vetëm e remitancat që sjellin në vend, që mbajnë familjet e tyre, që mbajnë prindrit e tyre, edhe pse janë ndikuar nga rënimi ekonomik, zhvlerësimi i euros ka bërë që dhe të ardhurat e tyre të përgjysmohen kur vinë në Shqipëri. Mbajmë mend që ka qenë një ministri për diasporën, pra kjo qeveri krijoi një ministri për diasporën që nuk bëri asgjë dhe nuk krijoi asnjë regjistër me diasporën në mënyrë që të kishin politika konkrete për ardhjen e tyre, për investimet e tyre të mundshme në Shqipëri, si një praktik mendoj kombëtare që duhet, jo thjesht e një qeverie, sepse kemi shumë qytetarë të cilët mbi gjysmën e popullsisë së Shqipërisë që e kemi larg vendit, kemi burime të jashtëzakonshme intelektuale, njerëzore, sepse në këto 10 vite 12 vite qeverisje nuk ka nikur thjesht shtresa e varfër, por ka nikur shtresa e mesme, e cila është goditur shumë nga kjo qeveri. Ka nikur intelektualët, profesionistët, të cilët duhet gjetur patjetër një mekanizëm për t'i rikthyer. Ajo çfarë propozojmë ne është së pari për sa i përket investimeve apo pensione, kemi bërë disa takime në diasporë, kemi qenë në Milano, kemi qenë në Athinë dhe
çështjen e pensioneve na e kanë shtruar në të gjitha takimet që ne kemi pasur me diasporën. Unë mendoj që është dhe çështje vullneti dhe çështje vëmendje. Kjo qeveri nuk e ka pasur këtë vëmendje për të zgjidhur një çështje kaq akute për emigrantët. Padyshim që ne mendojmë që nuk duhet të jetë thjesht një drejtori për diasporën, por duhet të jetë një ministri, kështu e kemi propozuar si Partia e Lirisë, dhe kemi pasur në paketën tonë të diasporës, një ministri të dedikuar që të adresoj të gjitha çështjet e emigrantëve, por të shërbej dhe si një interlokutor për të rikthyer emigrantët në Shqipëri pranë familjeve të tyre. Një nga politikat që ne kemi propozuar dhe që kemi rënë dakord me Partinë Demokratike është që kushdo që vjen dhe investon në Shqipëri nga emigrantët mos ketë taksa për 5 vite. Dhe në qoftë se investon në zonat malore, për 8 vite të përjashtohet nga taksat. Pra, do duhet të kemi një vëmendje të shtuar. Unë e kuptoj që vota e diasporës, mendoj që dhe politika do të kthej më shumë syt nga diaspora, sepse ata tashmë kanë vot për të përcaktuar mandate deputetësh, për të përcaktuar qeverisje. Ndaj është shumë e rëndësishme që qeveria padyshim mbas 12 maj ta ketë në vëmendje dhe do ta ketë, duke qenë se ka një paketë të dedikuar për diasporën. Mendoj që pasja e votës diasporës do ndryshoj dhe kulturën politike në Shqipëri, sepse emigrantët dhe bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë janë shumë më shumë të lirë se qytetarët që jetojnë në Shqipëri. Pavarësisht gjithë presioneve që bëhen, pavarësisht patronazhimit që kërkojnë t'i bëjnë, mendoj që ata jetojnë në vende europiane, jetojnë me demokraci të konsoliduar dhe atë qasje padyshim që do e reflektojnë dhe me votën e tyre, por edhe me kërkesat që do të kenë shumë më të mëdha ndaj qeverisjes nesër, që kështu me padyshim angazhimi për pensionet si një detyrim moral që ne ja kemi emigrantëve tanë, por edhe me paketën tonë për të investuar dhe për të përpjekur maksimalisht të kemi investime nga ata në vendin tonë me lehtësira fiskale. Dhe padyshim edhe doktor Berisha jemi në një linjë për të shtuar konsulatat, për të shtuar shërbimet pranë emigrantëve në mënyrë që ata ta ndjejnë vërtet kujdesin që ka shteti shqiptar si një detyrim që ja kemi gjithë diasporës. Uroj të kem qenë shtëruese në përgjigjen time. Faleminderit juve. Faleminderit Erisa. Fjalën e jap koleges Rafaela Prifti që lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, faleminderit Alba, faleminderit zonja Gjigjo për bisedën me ne. Duke ditur se sa i dëmshëm dhe faktikisht efektiv është desinformacioni, sidomos në rang shtetëror, a keni një platformë për t'ju kundërvënë keq informimit dhe dezinformimit, mundësisht në kohë reale, por a ka një platformë të tillë si për t'ju kundërvënë? Një nga problemet shumë të mëdha me cilat hasim në këto kohë në Shqipëri. Keq informimi, dizinformimi, mbaj mend në parlament u bë dhe një komision për dizinformimin, por më shumë ishte për mbylljen e gojës ndaj mediave se sa vërtet dizinformimi të faktorëve rus apo faktorëve të tjerë të cilët mund të influencojnë në Shqipëri, sepse botërisht dihet që Shqipëria është shumë larg këtyre ndikimeve si një vend shumë pro-europian, pro Shtetet Bashkuara të Amerikës e me radhë. Më shumë ai mekanizëm i cili u kritikua nga ju, u kritikua për mospasjen e një transparence të atij komisioni dhe padyshim si një mekanizëm shtesë të kësaj qeverie për të kontrolluar median. Padyshim që mbas 12 majit do duhet që një nga objektivat kryesore të qeverisë është të çliroj media nga kapja që i ka bërë kjo qeveri, nga nëpërmjet oligarkëve, nëpërmjet klientëve të saj, afera inceneratorëve në fakt tregoi mjaft qartë se si gazetar, media paguheshin nga parat e tyre pikërisht për të desinformuar, për të keq informuar qytetarët. Mendoj që do të jetë edhe mbyllja e TikTokut në fakt, gjithashtu ka qenë një debat shumë i madh për arsyet e mbylljes nga
nga Shqipëria që nuk ishin ato çfarë tha kryeministri, por ishte hiqja e përgjegjësisë për atë rast tragjik të Martinit 14 vjeçar dhe hajde mbyllim dhe një dritare për sa kohë nuk e menaxhojmë dot. Që kështu kontrolli që i ka bërë kjo qeveri medias dhe keq informimit, propagandës e të gjitha me radhë, padyshim që kërkon një vullnet politik dhe qoftë doktor Berisha, qoftë ne kemi thënë mjaft qartë për çlirimin e mediave nga ky keq informim që ndodh nga propaganda e të gjitha me radhë. Besoj që kjo do të jetë një ndryshim rrënjësor që do shihet mbas zgjedhjeve. Nëse shihni edhe sondazhet në këto muaj elektoral janë komplet për treguar që ja këtu nuk ka shpresë, ja këtu opozita është e paaft për të ringritur apo për të fituar besimin e qytetarëve, pra është në vazhdën e një investimi që bëhet në media nga aktorë të ndryshëm për të dhënë pikërisht një panoramë që s'ka lidhje me realitetin. Unë vi nga takime terreni, vi nga takime me qytetarët, të cilët nuk kanë mundësi për të mbaruar muajin, ku çmimet janë në stratosferë, ku nuk blejnë dot një apartament, ku nuk arrin me rrogat e tyre të mbulojnë muajin, ku nuk marrin dot as shërbim shëndetësor pa paguar apo pa bler ilaçe dhe ato ilaçet ju e dini shumë mirë që ku munden t'i blejnë jashtë qytetarët sepse cilësia është skandaloze në Shqipëri, pra realiteti është komplet tjetër nga ai që ofrohet në media, që kështu padyshim që është gjithë angazhimi për të pasur liri mediatike dhe mos pasur propagandë siç është situata sot. Faleminderit Erisa. Faleminderit. Japim fjalën zotit Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca. Po, me kënaqësi. Po, përshëndetje. Mbi sepse kemi drejt për një pyetje, por kur dëgjoj Artanin që fliste për diasporën, e bëjmë dhe herë të bashkë se kemi kohë në media, po mendon patjetër me shumë kënaqësi. Po, jo, po them se detyrë shtëpie, ta them në miqësore. Po. Ka shumë politikanë në Shqipëri që e kanë lexuar ligjin e nënshtetësisë shqiptare. Kemi kohë flasim, no? Ku kam tim bir sot që është 16 vjeç, Teodori, i cili ka pasur kota për shqiptar. Dhe më duket se ku kalon 18 vjeç, ligji është, po s'jam i sigurt të parë, ligji është që ai duhet bëjë një kërkesë dhe kjo pastaj varet nga vullneti i presidentit të Shqipërisë për të dhënë apo jo. Më duket një halucinacion që një vend me 2 milion banor të ketë luksin, të ketë një ligj të tillë, ku fëmia një shqiptari duhet mos ta ketë në mënyrë automatike, domethënë si Izraeli e kanë automatike. Pra, parantezë, thjesht në fushat do doja më shumë dëgjoja, jo për pensione, sepse beqtani do vdesin, por për të rinjt, pra për shumë shqiptarë që janë jashtë sot që nuk janë shqiptar, ndosni kanë gjak shqiptari. Jetë temë kryetore të fushatës. Dhe më duket se fushat ka bile pak nacionalizëm në Shqipëri, shumë fare pak. Që nga koha e Krishtin Spakis, që bëri edhe pikë në zgjedhje me nacionalizmin, kur e krahasoj me vendet tona këtej që nacionalizmi është nuk është gjë e mirë, por është motori i shumë zgjedhjeve në Shqipëri që ka vënë probleme nacionale, nuk është ky debat. Shumë bukur vjen këtë pyetja ime kryesore e ka për një metër. Të shikonim dy skenare. Do t'jap do më lësh të jap një përgjigje për këtë të nënshtetësisë. E di që ka një burokraci, ka Ministria e Brendshme në mos gaboj, bën verifikimet e veta dhe më pas kalon te presidenti. Di që është një burokraci shumë e shtuar, por të garantoj dhe këtu do të kërkoja edhe mbështetjen tuaj, ekspertizën që ta ndjekim bashkë në parlament për t'ia lehtësuar në maksimum çdo shqiptari i cili për shumë arsye jeton jashtë dhe do të marrë pasaportën shqiptare dhe kjo është një drejt kushtetuese. Që kështu për sa kohë ke jetuar edhe në praktik këtë vështirësi, më ke në krah për të çuar amendamente, për ta ndryshuar, për ta rregulluar këtë ngërç ligjor. Që kështu mbas 12 majit më ke në mbështetje për ta ndjekur këtë kauzë që prek shumë të rinj edhe që është e papranueshme që ti zvarrisim qytetarët tanë në burokraci të panevojshme. Tani po të ndjek për pyetjen e zotit Meta. Dy skenare që janë mundshme teorike, hipotetike. Skenari i parë,
fiton, pra, si deputet, por a ka rrezik që ti aplikohet jurisprudenca e shëmtuar Beleri, do me thënë që drejtësia shqiptare ta pengoj të bëj vetimin dhe në momentin ku konsumohet afati mund të 6 mujor dhe humbet atë mandat që ka fituar. Pra, ky skenar ekziston, e keni menduar apo nuk ekziston? Skenari i dytë nuk fiton në zgjedhje. Në këtë rast, çfarë parashikojnë statuset e Partisë së Lirisë? Kryetari humbet automatikisht, nuk e njeh fare atë postin e kryetarit apo nuk ka lidhje? Pra, këto dy skenarë do të shkojë bashkë me ju. Po. Së pari, absolutisht që presidenti Meta do t'jetë deputet edhe do t'jetë deputeti më i votuar në qarkun e Tiranës. Mund të them që vendimarrja e tij ka treguar jo vetëm leadership, por ka krijuar një ndjeshmëri shumë të madhe që nga themeluesi i Televizion Socialiste për Integrim, njerëz që kanë punuar me të, padyshim komiteti i skraparit të cilin ai e ka mbështetur, po të rinj, gra e çdo person tjetër, sepse vin nga takimet e përditshme që ka me qytetarët. Në momentin që zoti Meta merr mandatin, ka një vendim gjykatës kushtetuese, në momentin që shpallet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në konsultimet që kemi bërë dhe me jurist, ai direkt del dhe fiton lirin e tij të plotë. Është padyshim skenari që thoni ju është i zotit Bejleri, po atje kemi të bëjmë me një kryetar bashkie, i cili nuk ka imunitet, kurse këtu kemi të bëjmë me rastin e një deputeti, i cili fiton direkt ka imunitet dhe për këtë arsye, por edhe për shkak të statusit të deputetit, i cili e fiton sapo KQZ-ja shpall fituesit, pra ndodh në momentin, ka një vendim gjykatës kushtetuese, që mandati nuk merret kur bëhet betimi, por merret në mënyrë të menjëhershme sapo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e certifikon. Më pas ndodh betimi në shtator sipas procedurave të caktuara, por gjithë energjia e zotit Meta dhe jona është për rotacionin, dhe ai është qëllimi madhor që ne kemi. Dalja në listë hapur e zotit Meta është jo vetëm për të mobilizuar gjithë anëtarët, simpatizantët, votuesit e tij dhe për të kontribuar masivisht për fitoren e koalicionit, edhe pse kam qenë kundra që ai të garonte në listë hapur, mendoj që taktikisht dhe në mënyrë politike ka luajtur shumë mirë, sepse ka mobilizuar jashtëzakonisht shumë qytetar nga të gjitha krahët për të shkuar të votojnë. Skenarin e dytë as nuk e konsideroj fare, sepse jemi të bindur që ai do të jetë deputeti më i votuar dhe me një kontribut shumë madh që ne do t'japim për Aleancë për Shqipërinë Madhështore dhe për rotacionin në 11 maj. Ka lidhje më shumë, jo me Metën, por do dua të di kulturën time të përgjithshme se si është formalizuar statusi i partisë suaj. Pra, një lidhje midis fitores në zgjedhje dhe postit të kryetarit, apo nuk ka lidhje? Ne jemi në një situatë lufta, pra ti nuk je në një situatë normale, ne po drejtojmë presidenti i partisë... E kuptoj, dua të di statusin, edhe Ukraina i ka zgjedhje këtu, por nuk ka zgjedhje. E kuptoj të rast, por dua thjesht për kulturën time, se gen zburimi, të di në status, e keni si PD-ja, si PS-ja, apo nuk është kjo lidhje në status midis fitores dhe dorëheqjes? Do të di si status. Zoti Burimi, ne do fitojmë që t'jesh i qartë, do fitojmë bindshëm edhe do bëjmë dhe ligjin bashkë. E gjeni internet ke website i partisë suaj? Po, e keni dhe statutin të miratuar me ndryshimet që kemi bërë nga konventa e 27 prillit, nëse do dëshironi mund t'ju apërçoj edhe unë me kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit, fjalën e ka zonja Elida Buçpape. Pyetja ime është, mendoj me ju një shqetësim shumë legjitim, kur kam parasysh se kryeministri është mjeshtër i madh për tjetërsimin e votës, përmes shkeljes së ligjit, diktuar nga ai që ka në urdhër gjithë shtyllat e shtetit. Si do ta mbroni votën?
kur gjendeni përballë një perfekcionisti kleptokrat që përdor të gjitha mjetet për të qëndruar në pushtet, që një foto me Obamën ja paguajnë $80,000, që komprometoni shefin e FBI-s, që përpara kamerave i bën thirrje policisë së shtetit të bëj fushat për PS-n, pronën e tij, që e ka shpërfytyruar PS-n se nuk ka lënë asnjë nga socialistët e njohur, që regjistrohet me zë duke komprometuar zyrtar të organeve legjislatuse, manipulojnë votën e sovranit përmes blerjes, intimitimit e tjerë, që e përdor drejtësinë si mjet për të eliminuar kundërshtarët politik. Nuk po e zgjas më se lista vazhdon, por problemi themelor është si do ta mbroni votën dhe fitoren. Faleminderit për pyetjen, një pyetje shumë e drejtë, dhe ju i parashtruar mjaft qartë gjithë makinerinë. Jo, ishte shumë e saktë, gjithë makinerinë me cilën po përballemi, por padyshim që në këto zgjedhje opozita ka marrë të gjitha masat për të garantuar votën e opozitarëve. Së pari me koalicionin e gjitha partive politike, sepse zoti Rama ju e dini që ndryshoi marrëveshjen e 5 qershorit 2020, duke hequr koalicionet para zgjedhore, dhe ne si një forcë politike, edhe pse morëm 120.000 vota në 2021, u përkthyen në vetëm 4 mandate, pra u pa e domosdoshme me gjithë sistemin në cilën ne ndodhemi, edhe pse kërkuam që të ndryshojë kodi zgjedhor dhe t'i lejë mundësia e koalicioneve parazgjedhore, pikërisht që secili të kishte logon e vet, vendosëm për shkak dhe për hir të një interesi shumë të madh që është rotacioni politik, për të qenë në një listë të përbashkët e gjithë opozita, me gjithë faktorët e saj që nuk janë pak, për të qenë të bashkuar jo vetëm në votën e opozitës, që asnjë votë e opozitës të mos shkojë dëm nga qytetarët opozitar, por dhe për të maksimizuar forcën e opozitës. Pasja një koalicioni të tillë, por edhe me gjithë mekanizmat dhe gjithë infrastrukturën që ne po ndërtojmë për të mos pasur pikërisht këto raste të shitblerjes së votës, të denoncimeve që marrim nga qytetarët, të denoncimeve që do të bëjmë padyshim në institucionet përkatëse, për të garantuar absolutisht votën e qytetarëve shqiptar. Këtu jemi në një bashkëpunim qoftë me Partinë Demokratike, qoftë me gjithë faktorët ndërkombëtar për t'i adresuar çdo sinjal që ne marrim. Sado administratë të përdori, sado makineri elektorale të përdori, se ja po të marrë rastin e bonusit të pensionistëve, që është një shkelje e kodit zgjedhor. Çfarë bën këta? Për të lejuar bonusin e pranverës, që është në një farë mënyrë shitblerje për pensionistët, në 100 euro që i jepet, vendimin e ka marrë në dhjetor, e ka marrë në 2024, pikërisht që mos hynte afati kohor i kodit, sepse me kod ne e kemi vënë shumë qartë që as punësime nuk mund të ketë në proces elektoral, as asfalt elektoral që ende të vazhdon, as dhënien e bonuseve apo përfitimeve të tilla. Gjë që po ndodh fatkeqësisht edhe për këto kohë që flasim. Por pavarësisht gjithçka, pakënaqësia dhe uragani e opozitës do të jetë i jashtëzakonshëm. Ne kemi komisionerët tanë, numëruesit tanë dhe do jenë absolutisht vëzhguesit tanë në çdo qendër votimi, që do të jenë gardianët, por edhe mekanizmat të tjerë që kemi ndërtuar për të mbrojtur votën ndaj asnjë frikë nga qytetarët, të votojnë masivisht, të votojnë të qetë, sepse votojnë padyshim për të ardhmen e tyre për t'u larguar një herë e mirë nga ky regjim. Kështu shqetësimi është i drejtë, por të garantoj që kemi marrë të gjitha masat për të garantuar votën e qytetarëve shqiptar. Ashtu qoftë, gëzohemi. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Ardian Muraj, i cili lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje, zonja Gjita. Përshëndetje. Nëjsi. Më ka interesuar gjatë gjithë këtyre zhvillimeve, sidomos për vuajtjet e 2 liderëve të opozitës që ndodhen, Berisha më parë ndodhej në arrest shtëpiak dhe zoti Meta në burg.
ju e përmendët pak në fillimin e saj. Dhe këtë desha ta bëj si lidhje, Partia e Lirisë ka luajtur një rol zakonisht në formimin e qeverive përmes aleancave. Partia e Lirisë gjithashtu në këto zgjedhje është në aleancë me Partinë Demokratike, pra në Shqipërinë Madhështore. Desha të di që a është bërë politika më shumë një shprehje e interesave mes partive politike për pushtet, apo institucioni i pluralizmit dhe institucioni i opozitarizmit dhe pluralizmi janë në rrezik në Shqipëri. Këtë a mundeni ju ta përçoni në si mesazh tek votuesit, pasi votuesit shumë mendojnë që partitë politike pasi marrin pushtetin harojnë votuesit dhe diaspora këtu është e përfshirë në këtë. Prandaj shumë e drejtë, prandaj duhet një kulturë e re politike. Unë jam një re që jam investuar që 17-18 vjeç në politik, kam humbur disa gara, kam fituar disa të tjera, padyshim që unë mendoj që duhet një kulturë e re politike. Ti shif fushatën në të cilën jemi. Mua nuk më vjen asnjë deputet i Partisë Socialiste përballë për dhënë llogari. Pra që këtu ti ke një dëm shumë të madh që i bëhet qoftë pluralizmit, qoftë zgjedhjeve. Pra ti nuk ke një Parti Socialiste të japi llogari për gjithë premtimet që ka mbajtur, që nga 24 orë i pishëm, legalizime, shëndetësia falas, arsimi 5% prodhimi brendshëm bruto, etj me radhë. Pra që këtu ti e ke dëmtuar absolutisht demokracinë në vend, sepse nuk ke një forcë politike që t'i japi llogari, dhe unë do të kisha dashur në fakt që në 2025 qytetarët të dëgjojnë debatet reale, llogaridhënie dhe platforma të një programi që ofron Aleanca për Shqipërinë Madhështore, dhe ajo do të ishte gjëja më normale në një kulturë demokratike ku çdo njeri ballafaqohet me qytetarët, dhe nga ana tjetër çfarë ka ndodhur në këto 12 vite? Është dëmtuar rënd sistemi arsimor. Duke dëmtuar rënd sistemin arsimor, mendimin kritik ku fëmijët tan janë në rënje kritike edhe nga rezultatet e PISA-s e OECD-s e gjitha me radhë, çfarë ka bërë ky regjim? Ka pasur dy strategji. Së pari t'i shpopulloj, t'i largoj të njerëzit edhe t'ia bëj jetën të pajetueshme qytetarëve, e sidomos shtresës mesme, që ka atë intelekt dhe atë liri për të analizuar dhe për të kërkuar llogari dhe për të qenë një zë i fuqishëm qytetar në llogaridhënien që duhet kenë qeveritarët. Dhe nga ana tjetër, po ndërtojmë një rini e cila nuk ka mendim kritik, por kthehet në patronazhist dhe konformist të sistemit. Nga ana tjetër i ka rrënuar ekonomikisht, ke gjithë ekonomia që punon vetëm për 5% qytetarëve, ndërkohë që 95% e qytetarëve jetojnë në varfëri ekstreme. Synoj të blente opozitën, synoj të rrënonte pluralizmin politik në vend ky regjim, dhe padyshim që skepticizmi i qytetarëve për politikanët, të cilët kur vinë në pushtet a do t'i mbajnë ato premtime, për mua mekanizmi që mund ta mbaj këtë sistem është një ndërgjegjësim qytetar dhe një vetdije për t'i kërkuar llogaritë neve nesër, nëse ne nuk bëjmë ato premtime të cilat kemi marrë angazhim, dhe për t'na ndëshkuar me votë. Unë mendoj që ky është mekanizmi ku edhe ata që merren me politikë dhe politikanët kuptojnë që këtu o duhet i mbajnë ato premtime o duhet largohen. Kjo është analiza dhe kjo është mekanizmi dhe kjo bëhet në dy forma, për të krijuar qytetar të angazhuar, por dhe qytetar të cilët janë me ekonomi të pavarur nga kjo qeveri, dhe nga ana tjetër për të investuar në sistemin e edukimit, për të investuar në qytetar të angazhuar. Unë kam studiuar dhe në Britaninë e Madhe, atje kishte një investim që bëhej në kapitalin njerëzor pikërisht për të ndërtuar qytetar të angazhuar. Kjo bëhet që mbas 12 majit këtë program ekonomik që ne kemi bërë dhe po ja paraqesim qytetarëve, t'i mbajmë këto premtime, ama nëse nuk i mbajmë të ndëshkohemi me votë. Duhet kuptojnë qytetarët, të cilët nuk kanë nuk duhet kenë më një militantizëm partijak, por do duhet të bëjnë analizë
edhe në këto zgjedhje, nëse janë më mirë ekonomikisht, nëse janë mbajtur premtimet dhe t'japin votën e tyre aty ku ata besojnë. Nëse nuk mbajnë premtimet, ndëshkim përsëri në mënyrë që të qarkullojnë elitat, në mënyrë që ndërtohet një kulturë e re politike dhe politikanët kuptojnë që nëse nuk i mbajnë ato angazhime në fushat, do të vinë dëshkimi me votë nesër. Uroj të kem qenë e qartë edhe shteruese. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Zonja Gjigjo, pyetja e fundit është e imja. Okej. Me reformën drejtësi, mendoj se ndoshta si në asnjë vend tjetër të botës, Shqipëria është vendi që ka 2 lider të forcave kryesore opozitare në mas, kryetarin e Partisë Lirisë në mas ndalimi me burg dhe kreun e Partisë Demokratike në detyrim paraqitje. Kush mendoni ju dhe në kuadër jo vetëm të Partisë Lirisë dhe po edhe të aleancës për Shqipërinë e Madhërisme është ndërhyrja më emergjente që duhet bërë ndaj një drejtësie të pavarur, të drejtë dhe ashtu siç ju mendoni që mund ta kthejë dhe mund ta bëjë Shqipërinë të Madhërisme. Faleminderit. Faleminderit. Dgjoj Alba, ne kemi qenë një nga forcat politike, por gjithë klasa politike që ka votuar në 2016 këtë reformë drejtësi. Vetë presidenti Meta ka ndikuar jashtëzakonisht duke luajtur një rol në arritjen e konsensusit të asaj reforme. Çështja është mënyra si u implementua ajo reformë. Pra ka nga një reformë e cila do të sillte një pavarësi të sistemit drejtësisë, e cila do të zgjidhte shumë nga shqetësimet e qytetarëve me të cilët përballen me drejtësi, praktikisht ajo u dëmtua në disa momente. Këtu të marr parasysh të kujtoj prokuroren e cila u zgjodh me 69 vota, ndërkohë që kushtetuta e parashikonte me 84. Të mos harrojmë atentatin që u bë për kapjen e gjykatës kushtetuese, duke lënë edhe vendin me 3 vite pa gjykatë kushtetuese dhe ka qenë presidenti Meta e mbani mend betimet e Lana edhe gjithçka tjetër, të një betejë shumë të madhe për ta implementuar siç ishte në fakt dhe siç u miratua kjo reformë dhe vim sot në një realitet ku ke 150.000 dosje stok që qëndrojnë në gjykata ku qytetarët nuk marrin drejtësi. Ky është realiteti, sepse qëllimi i reformës në drejtësi ishte së pari të realizonte një drejtësi të shpejtë dhe ku qytetarët të merrnin, më dëgjon? Po, qytetarët të merrnin një drejtësi të shpejtë dhe të pavarur. 150.000 dosje në fakt tregojnë dështimin e kësaj reforme, ku një qytetar i duhen minimalisht 15 vite për të marrë drejtësi në 3 shkallët e drejtësisë. Pensionistët të cilët ndrojnë jetë sepse nuk marrin drejtësi. Çfarë bën? Bën reformën e hartës gjyqësore. Një dështim i radhës, sepse shtoi kostot për qytetarët nga njëra anë, duke bërë një apel në gjithë Shqipërinë, pra dhe ai Kuksit i Sarandës do duhet të vinë në Tiranë për të apeluar çështjen, duke larguar shërbimet nga qytetet dhe duke sjell një stok akoma më të madh dosjesh. Pra, qytetarët jo vetëm që nuk marrin drejtësi të shpejtë, por shumë me vite dhe absolutisht jo profesionale për shkak të gjithë kësaj situate. Është përdorur drejtësia si armë kundër kundërshtarëve politik? Absolutisht po. U përdor kundër zotit Berisha dhe nga ana tjetër u përdor ndaj zotit Meta, përdoret edhe në këto kohë që flasim dhe kjo ishte në fakt një arsye më shumë sepse gjithë qytetarët shqiptarë thonë çfarë ndodh me këta që kanë pushtetin sot, se këta vjedhin, vazhdo, heto, çdo qytetar, nuk kam asnjë lloj problemi, po jo ti burgosësh, jo ti mbash në izolim ekstrem pa asnjë akuzë, sepse politikanët, përsa kohë janë politik, kanë detyrim të jetojnë, të përgjigjen përpara drejtësisë, si çdo qytetar shqiptar. Por këtu kaluan në ekstrem dhe izolimi që i ndodhi dhe zotit Berisha dhe zotit Meta ishte pikërisht për efekt elektoral të tyre. Ndërhyrja që ne themi e kemi një qëndrim të përbashkët me Partinë Demokratike. Komisioni Venecias, për sa kohë ne kemi biem gjithë dakord që është një komision i pavarur me integritet, atëherë kemi nevojë për një analizë të implementimit të reformës në drejtësi. Ku ka qaluar, ku duhet përmirësuar, me asistencën e Komisionit të Venecias,
të mund të reformojnë një drejtësi dhe ta kthejmë atë në shinat ligjor dhe kushtetues, sepse një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar dhe dëmi që i bëhet qytetarëve dhe vendit me një drejtësi të kapur si kjo të cilën po jetojmë, padyshim që është një dëm shumë i madh që i bëhet vendit. Që kështu kjo është një qëndrim që besoj është realist, çdo reformë ka nevojë për të parë si është implementuar dhe çfarë masash do duhet marrim që ajo në radhë të parë të shërbejë qytetarëve. Nuk mundet një qytetar të presi 15 vite për të marrë drejtësi. Nuk mundet të eci me të shkojmë kilometra të tërë për të pasur aksesi në drejtësi apo në gjykata të gjitha niveleve. Sepse me SPAK-un dhe me prokurorinë e posaçme 1% e qytetarëve kanë të bëjnë. Shumica e qytetarëve kanë çështje civile, kanë çështje familjare, kanë halle të pronave dhe ne do duhet të garantojmë që të kemi një sistem drejtësie që jep këtë drejtësi të shpejtë dhe me integritet për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit, Gjigjo, nuk e di nëse kolegët kanë